Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Ju lutem një duartrokitje për Sheila Walshin. O, doktor Jeremia, kjo është shumë emocionuese. Po, është vërtet. Ti e ke studiuar të gjithë shkrimin, që nga fillimi deri te zbulesa, që u dha Gjonit dhe i ke lidhur të gjitha fijet me njëra tjetrën. Ku futet mijëvjeçari në linjën kohore të profecive të Perëndisë? Mirë, ja si funksionon. Ne sot po jetojmë në epokën e kishës, dhe nëse e kemi studiuar Biblën, e dim që ajo që do të ndodhë më pas është rrëmbimi i kishës. Kisha do të shkojë në qiell dhe pastaj vjen një periudhë prej 7 vite mundimesh. Ne nuk do të jemi këtu, do të jemi në qiell, por periudha e mundimit do të ndahet në 2 pjesë, gjysma e parë dhe mundimi i madh, që është gjysma e dytë. Në fund të mundimit të madh, Jezusi do të rikthehet dhe ai do të marrë fitore në betejën e Armagedonit, dhe kur të ndodhë kjo, do të shpallet mbretëria në këtë tokë. A ka patur ndonjë kapitull ose varg në veçanti që të ka informuar për këtë epokë të ardhur që po vjen? E di, ajo që është interesante dhe që e bën pak më të vështirë këtë si projekt kërkimor, është fakti që ne nuk kemi një pasazh qendror mbi mijëvjeçarin, por kemi me qindra shkrime, siç e ka thënë doktor Pentekosti, më shumë se çdo gjë tjetër. Në fakt kemi një tregues në fund të këtij libri dhe u shtanga kur e hapa dhe e pash. Ne kemi prekur gati çdo profet vogël, Isaian, Ezekielin, Jeremian, Danielin, të gjithë kanë shumë për të thënë për mbretërimin 1000 vjeçar të Krishtit. Dhe kemi disa gjëra në Dhjetën e Re që i referohen kësaj. Në librin e zbulesës kemi një pasazh ku 1000 vjeçari përmendet rreth 5 herë në të njëjtin pasazh. Pra është i shpërndarë në të gjithë Dhjetën e Vjetër dhe të Re. Pra, cili është roli i Jezusit, veçanërisht gjatë mijëvjeçarit? E po, e dini, Biblia te profecit na mëson se Jezusi do të rikthehet një ditë dhe ai do të ulet në fronin e Davidit. Ai do të jetë mbreti i botës. Prandaj, së pari ai do të rikthehet si përmbushje e profecisë. Ato profeci në Dhjetën e Vjetër nuk janë thjesht mistere, janë reale. Do të vijë një kohë kur mbreti i Jezus do të ulet mbi fron në Jeruzalem dhe do të jetë mbret mbi gjithë tokën. Kur Jezusi të rikthehet për të luftuar në betejën e Armagedonit dhe ne do të futemi në mbretëri, ai në të vërtetë do të shkojë në Jeruzalem. Ai do të ulet mbi fron aty dhe nuk do të jetë vetëm mbreti i Izraelit apo mbreti i Jeruzalemit, por ai do të jetë mbreti i gjithë botës. Më duket interesante mënyra se si e përshkruan sundimin e mbretit David gjatë mbretërisë së mijëvjeçarit. Na trego për këtë, është kam bërë një konferencë. Po, Shile, kam bërë një konferencë mbi profecit te qendra e Billy Grahamit dhe pa e menduar thash mbreti i Jezus gjatë mijëvjeçarit do të ndihmohet nga zëvendës presidenti i tij, Davidi. Dhe një grup zonjash mu ofruan më pas dhe më thanë, kjo nuk është në Bibël. Dhe i thash, çfarë doni të thoni se nuk është në Bibël? Jo, nuk e kam lexuar kurrë që mbreti David do të jetë zëvendës president. I thash, e po ka një ndryshim nga fakti që se ke lexuar kurrë dhe që s'është në Bibël. E kuptoni? Dhe pastaj ja tregova pasazhin dhe nuk kemi vetëm një. Kemi 5, 6, 7 pasazhe që na tregojnë faktin se Davidi do të jetë zëvendës presidenti gjatë mijëvjeçarit. Ju e prekni pak idenë është realitet, por ende jo. Si na ndihmon lutja e Zotit që ne të mund ta kuptojmë këtë? E dini, ne mund të mos mendojmë se besojmë te mbretëria, por të gjithë besojmë, sepse lutemi kështu. Ati ynë që je në qiell, si vazhdon pjesa tjetër? Mirë, dhe si vazhdon pjesa tjetër? Ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt në tokë si në qiell. Kjo është lutja më popullore në gjithë historinë e botës. Dhe ato fjalë që i themi që në fillim të kësaj lutjeje janë prezantim me teologjinë e mbretërisë, që ne mund të dimë vullnetin e Perëndisë në tokë, siç është edhe në qiell. Dhe këtë nuk do të arrijmë ta kuptojmë plotësisht derisa të rikthehet Jezusi. Kur Jezusi të rikthehet, vullneti i Perëndisë do të bëhet në tokë ashtu si në qiell.
Por kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të përpiqemi që ta lejojmë që kjo të ndodhë tani. Më kujtohet para shumë vitesh po predikoja një seri mesazhesh mbi lutjen e Zotit dhe bëra një listë nga brendësia e Biblës dhe pjesë e kësaj liste ishte që të lutemi për prioritetet tona. Dhe në atë pjesë të prioriteteve ishte kjo frazë e shkurtër: "Ardh mbretëria jote në tokë si në qiell." Dhe fillova të mendoja sa e mrekullueshme do të ishte po të luteshim çdo ditë: Zot, më ndihmo që në jetën time të pasqyroj prioritetet e qiellit. Më ndihmo që ta jetoj çdo ditë në atë mënyrë që vullneti yt të bëhet në jetën time sikur të isha që tani në qiell. Më pëlqen kjo. Kjo është një lutje fantastike për ta nisur çdo ditë. Po, është e vërtet. Disa njerëz mund ta ngatrojnë mijëvjeçarin me parajsën, por nuk janë në një të gjë. Apo jo. E po, ke plotësisht të drejtë. Shumë njerëz e ngatrojnë sepse shumë njerëz i përdorin pasazhet mbi mijëvjeçarin për të përshkruar se si është parajsa. Dhe mijëvjeçari dhe parajsa janë shumë të ngjashme. Dua të them se nuk janë shumë të ndryshme. Por pas mbretërimit 1000 vjeçar të Krishtit, do të ketë një rebelim të fundit, por pastaj do të fillojë gjendja e përjetshme dhe kjo është parajsa. Parajsa vjen pas 1000 vjeçarit, nuk është e njëjta me 1000 vjeçarin. Në një pjesë të librit tuaj ku na tregoni se çfarë do të ketë në 1000 vjeçar, dhe dua të them që të mos largoheni, ratoni dhe na ndiqni sepse është fantastike. Por ju flisni për drejtësinë. Si duket kjo në 1000 vjeçar? E po, këtu nuk ka vend për diskutime, sepse gjëja përfundimtare që do të ndodhë është se e vërteta do të përmbushet. Dhe çdo gjë që do të bëhet do të jetë plotësisht e drejtë dhe nuk do të ekzistojë mundësia të qenit gabim. Dhe nuk do të ketë padrejtësi ku njerëzit të trajtohen padrejtësisht për shkak se dikush nuk e di të vërtetën, sepse e vërteta do të ulet në fron. Amen. Po duar trokas për këtë. Wow, kjo është thjesht prallore. Një nga gjërat që shkruan është se Jezusi do ta rikthejë mbrapsht mallkimin dhe do të rikthejë krijimin e Perëndisë në përsosmëri. E po, kjo është vërtet interesante. Kur fillojmë të lexojmë Biblën në pjesën e parë të Zanafilës, mësojmë se Adami dhe Eva mëkatuan dhe pastaj erdhi mallkimi, cili është mallkimi mbi tokën, dhe që Adami dhe Eva u ndan nga miqësia intime që kishin me Perëndin. Dhe pjesa tjetër e mallkimit, kur shkojmë te 1000 vjeçari, të gjitha gjërat që i humbëm gjatë mallkimit, do të na rikthehen në mënyrë që bota që Perëndia kishte për qëllim që ne të kishim që në fillim, do të bëhet e jona në fund. Kjo është shumë e mrekullueshme. E dini që dikur këndoja në një kuartet para shumë vitesh dhe ne këndonim një këngë: "Kjo botë nuk është e imja, unë thjesht po kaloj këtu." A nuk jeni të lumtur që kjo botë nuk është shtëpia jon? Dua të them veçanërisht tani që bota po shkatrohet, por kjo është, e dini, do të jetë diçka e mrekullueshme kur të gjitha gjërat që shkuan keq në kopshtin e Edenit do të bëhen siç duhet gjatë 1000 vjeçarit. Wow, mendoj se kjo ka qenë një rasti interesante që ndërsa po shkruanit për këtë dhe po flisnit për 1000 vjeçarin ku do të kemi shëndet të përsosur, kur ju po shkruanit për këtë, po kalonit dhe vetë disa sfida të mëdha shëndetësore. E po, më lejo të them këtë, Shila, as tani nuk kam shëndet të përsosur. Nuk kam mbi një vit që nuk e kam. Gjatë 1000 vjeçarit, Biblia na thot se Perëndia do të shërojë çdo sëmundje dhe çdo gjë që vjen te ne do të venitet plotësisht. Ne nuk do të kemi sëmundje të gjata. Kemi edhe një kapitull tjetër që do ta diskutojmë se si do të kemi jetë gjatë dhe se si do të jetojmë përgjithmonë. Sapo të bëhemi të krishterë, ne nuk do të kemi kohë për pushim kur të shkojmë në varr për 1000 vjet. Biblia në Dhjatën e vjetër thot se një njeri që është rreth 100 vjeç do të konsiderohet fëmijë. Wow. Dhe dini, në Dhjatën e vjetër kemi Metuselahun që jetoi 969 vjet. E po, Metuselahu gati i jetoi 1000 vjeçar. Ne që do të shkojmë në 1000 vjeçar do të jemi mirë. Ne do të jetojmë për 1000 vjet dhe nuk do të vdesim. Dhe pastaj në fund të 1000 vjetëve ne do të futemi në gjendjen e përjetshme me Zotin. Pra po do të jemi pleq, por nuk do të jemi të plakur. E dini që është një varg nga shkrimi që më ka përndjekur gjatë këtij viti, na thot se nëse shkon 70 vjeç, pastaj fillojnë mundimet dhe vuajtjet. Këtë na thot Biblia. E ke lexuar këtë varg? Po, e kam lexuar. Po, nuk më pëlqen ky varg. Dhe unë përpiqem të mos e lexoj gjatë devocioneve në mëngjes, sepse ka shumë të vërtet brenda tij, apo jo? Nuk kemi çfarë të bëjmë. Dua të them se të gjithë prekemi nga smundja e mëkatit dhe mëkati e sjell vdekjen. Dhe herën e fundit që kontrollova, statistikat mbi vdekjen ishin 100%, të gjithë vdesin. Dhe vetmja mënyrë për t'i shpëtuar kësaj është nëse Jezusi rikthehet. Dhe nëse Jezusi rikthehet përpara se të vdisni, nuk do të vdisni kurrë, as fizikisht, as shpirtërisht, asnjëherë, sepse ju do të shkoni me të në 1000 vjeçar, ku do të jetoni për 1000 vjet dhe pastaj do të shkoni në parajs.
Të vetmit njerëz që vdesin gjatë mijëvjeçarit janë njerëzit që janë rebel dhe mëkatar, disa prej tyre vdesin. Wow, më pëlqen mënyra se si shkruani për adhurimin gjatë mijëvjeçarit. Na flisni pak për këtë. E dini, gjatë jetës sime si pastor, e di që kemi disa të tjerë këtu që janë pastor ose rrugës për të bërë pastor. Gjëja më e debatueshme në kish ka qenë adhurimi. A më dëshmon njëri për këtë? Po. Për këtë jemi grindur më shumë se kur, a duhet i ngrëm duart apo nuk duhet i ngrëm? Të lëkundemi para dhe pas apo jo? Disa njerëz ulen, duhet them se nuk duhet të grindem për këto gjëra. Unë shqetësohem më shumë për fjalët e këngëve dhe a janë ato biblike. Por edhe kjo mund të na sjellë disa sfida gjithashtu. Por në mijëvjeçar do të ketë një adhurim të pandar, ku çdo njeri nga çdo fis, nga çdo gjini, nga çdo racë dhe nga çdo ngjyrë do të jenë të bashkuar në adhurim dhe nuk do të ketë ndarje aty, nuk do të ketë më diskutime nëse diçka tjetër është e drejtë apo e gabuar, do të jemi aq të përqendruar te mbreti Jezus, sa asgjë nuk do të ketë rëndësi. Dhe kjo do të jetë e mahnitshme. Wow. Unë dua t'i bëj publikut një pyetje. Sa njerëz kemi këtu që i pëlqen qend? Po, vërtet. Një nga kapitujt që më pëlqen është ai ku tregoni si do të jetë mbretëria e kafshëve në mijëvjeçar. E po Biblia thot se në mijëvjeçar luani do të qëndrojë me qengjin dhe leopardi do të jetë mik me cjapin. Wow. Dhe nuk do të ketë më betejë mishngërënësish, sepse të gjithë do të jenë në paqe me njëri tjetrin. Dhe aty unë kam shkruar një histori dhe përpiqem që t'i ngjall oreksin lexuesit se kapitulli fillon me historinë e një burri dhe gruas së tij që ishin studentë të natyrës, të cilët i donin kafshat dhe i studionin ato, dhe prandaj shkojnë në Montana për të studiuar kafshët aty. Dhe sa po zgjohen herët në mëngjes, dalin edhe shkojnë për notë te një prrua që ishte afër kabinës së tyre. Dhe burri po noton përgjatë rrjedhës kur krejt papritur ndjeu ngjitur që kishte diçka që po e shtynte lehtë dhe kthehet pas dhe sheh një luan mali. Dhe them se në mijëvjeçar do ta shohësh dhe do të hapësh krah të përqafosh luanin dhe do t'i thuash që të notoj me ty. Dëgjojeni pak, sepse kështu do të jenë gjërat aty. Duhet them se kështu do të funksionojë aty. E ke menduar ndonjëherë se nëse nuk do të ketë mishngërënës më, çfarë do të hanë njerëzit? Do të hanë bar dhe gjërat që Perëndia do të sigurojë përmes natyrës së tij. Një dietë krejt e re për luanët. Shumë e vërtet. Ju shkruani shumë për lumturinë dhe gëzimin e vërtet. Dua të them se ne po jetojmë në një kohë kur ka shumë ankth, ka vetmi dhe stres, por ne na premtohet lumturi dhe gëzimi i vërtet në mijëvjeçar. Kur të shkojmë në mijëvjeçar, do të kemi një lumturi dhe gëzim të plot. Dhe mendoni pak për atë çast të jetës suaj kur keni qenë më të lumturit. Dhe mos e pyesni veten nëse ishte gëzim apo ishte lumturi. Ishin të dyja. Sepse vinin nga Perëndia. Po. Dhe Perëndia do që të kemi lumturi dhe ai buzëqesh kur ne jemi të lumtur. Dhe kjo do të jetë një kohë e mrekullueshme në të ardhmen. Kjo më vjen ndërmend kur kujtoj atë himnin e madh Gëzohu bot. Më pëlqen ky himn. Na flisni pak për të. E po, për Gëzohu bot, të gjithë mendojnë se është një himn krishtlindjesh, por është një himn për mijëvjeçarin. Wow. Jo, Gëzohu bot, Zoti erdhi, a ka ardhur tani? Jo, ende jo. Bota ta pranoi mbretin, mbretin nuk ka ardhur ende. Prandaj nuk e di nëse ai që e shkroi këtë donte të ishte himn për mijëvjeçarin, por u bë një himn për Krishtlindje dhe nuk duhet ngatrohem me librin e himneve. Unë do ta këndoj, është një nga himnet e preferuara për Krishtlindje, por në të vërtetë nuk është himn për Krishtlindje. Kënga është kështu: Gëzohu bot, Zoti erdhi. Bota ta pranoi mbretin. Ky është mijëvjeçari, është koha kur Jezusi rikthehet si mbreti ynë. Ju shkruani diçka që ka ndikim të secili prej nesh këtu dhe për ata që po na ndjekin nga shtëpia, që Jezusi do t'i jap shpërblime. Po. Kjo është, nuk kam dëgjuar shumë mesazhe as për këtë. Kur të shkojmë te mijëvjeçari dhe do të shihni mbretin tuaj, ai do t'ju thotë të lumt. Por njerëzit pyesin se çfarë do të bëjnë në mijëvjeçar. Ne do të punojmë, ne do të shërbejmë. Dhe e dini që Biblia mëson se roli ynë në drejtim dhe në administrim në mijëvjeçar deri në një farë shkallë do të bazohet te besnikëria jon ndaj Perëndis gjatë kësaj jete. Prandaj mos e çoni kot jetën tuaj këtu dhe kur të shkoni në mijëvjeçar të pyesni veten se pse po pastroni ndonjë rrugicë pa rëndësi. Biblia thot se besnikëria jon këtu do të përcaktojë përgjegjësinë ton administrative në mijëvjeçar. Dhe ne do të mbetemi të befasuar kur të zbulojmë se cilët do të jenë disa nga njerëzit që do të marrin vendimet. A do të ketë mëkat gjatë mijëvjeçarit? E po, nuk do të ketë mëkat që të futet në mijëvjeçar, por në mijëvjeçar do të ketë njerëz me trupa njerëzor të cilët do të bëjnë fëmijë, dhe fëmijët e tyre nuk do të jenë
E dini që Perëndia nuk ka nipër, ai ka vetëm fëmijë. Dhe nëse keni lindur në familje njerëzore, atëherë duhet të rilindni për të futur në familjen e Perëndisë. Prandaj, fëmijët që do t'u lindin, atyre që do të futen në 1000 vjeçar, shumë prej tyre do të jenë të pashpëtuar dhe do të kenë mëkat. Wow, por do të kenë mundësi që ta gjejnë Krishtin. Po, do të ketë gjithashtu dhe shpëtim. Dhe dikush mund thotë, po çfarë lloj shpëtimi do të jetë? I njëjti shpëtim që është dhe sot. Ju duhet të besoni te Jezusi dhe të merrni faljen. A do të vdesin njerëz dhe kush do të vdes gjatë 1000 vjeçarit? E po gjatë 1000 vjeçarit, siç e kuptoj unë, njerëzit që do të jenë në rebelim kundër Jezus Krishtit do të vdesin. Jo besimtarët dhe ata që vdesin në mëkatin e tyre do të vdesin. Por të krishterët, ata që e kanë vendosur besimin te Krishti, nuk do të vdesin. Vdekja nuk do t'i prek, sepse ata do të jetojnë për 1000 vjet dhe pastaj do të shkojnë në parajs. Ku do të jetë djalli gjatë këtyre 1000 viteve? Kjo është historia ime e preferuar. Është fantastike. Sa prej jush e mbajnë mend Flip Wilsonin? Çfarë ka thënë ai? Djalli më bëri ta bëj. A ju kujtohet? E po, në 1000 vjeçar, kjo nuk do të ndodh. E dini pse? Sepse Biblia thot që Satani do të hidhet në gropën e pafund, në humner, dhe aty do të lidhet për 1000 vjet, pra gjatë gjithë 1000 vjeçarit. Satani nuk do të jetë i pranishëm. Në Bibël në thuhet se ne kemi 3 armiq: mishin, djallin dhe botën. Dhe në 1000 vjeçar, njëri prej këtyre armiqve do të hiqet, djalli nuk do të jetë i pranishëm. Por e dini, në libër kam një kapitull me titull "S'ka justifikime". Dhe ja se çfarë do të ndodhë, miq. Mbase ju mendoni që jeni të krishterë dhe po përballeni me lloj-lloj problemesh me tundimin dhe mëkatin sepse djalli nuk ju lë të qetë. Kur të shkoni në 1000 vjeçar, do të keni disa prej të njëjtave probleme, por nuk do të fajsoni dot djallin sepse ai nuk do të jetë aty. Prandaj kjo na tregon se problemet tona me mëkatin nuk janë plotësisht për faj të djallit, ne kemi një natyrë mëkatare. Dhe nëse nuk përballemi me këtë, pavarësisht nëse Satani është apo jo, nuk ka rëndësi sepse do të jemi akoma mëkatar. Prandaj, një nga gjërat që do të ndodhin gjatë kohës së 1000 vjeçarit dhe madje edhe gjatë rebelimit në fund, është se Perëndia do të tregojë sa e keqe është zemra njerëzore pa Perëndin. Dhe kjo nuk ka lidhje me Satanin. Satani është një pjesë e kësaj, ai merr atë që merr dhe e shndron në diçka të tmerrshme, por është një poezi e vjetër që e lexoj sa herë që mundem, madje e recitoj, ajo thotë kështu: Dy natyra rrahin brenda gjoksit tim. Njëra është e ndotur, tjetra është bekim. Njërën e dua, tjetrën e urrej, por do të dominoj ajo që ushqej. Wow. Pra, ndërsa jemi të krishterë në këtë jetë, duhet të përqendrohemi për ta ushqyer natyrën e re. Nëse ndodh që të jemi gjallë dhe të shkojmë në 1000 vjeçar, aty nuk do të jetë djalli që ta fajsojmë për çdo gjë që bëjmë, nëse bëjmë një gjë gabim është vetëm faji ynë. Një nga gjërat të cilat kam pasur vështirësi që ta kuptoj është se në fund të periudhës 1000 vjeçare, Satani do të lirohet nga humnera. Na thuaj, pse do t'i jepë atij një tjetër mundësi? E dini, Perëndia ka bërë shumë që të na e tregojë atë që do të na tregojë. Më kuptoni që ne jemi të pamundur pa të. Po. Që ne jemi të pashpresë pa të, që ne jemi mëkatar pa të. Dhe mund të mendojmë, mirë, do të jetojmë gjatë 1000 vjeçarit dhe Satani nuk do të jetë aty për pa kohë. Ai do ta provojë sërish fuqinë e tij dhe shumë do të bien pre e tij në fund. Këta jo besimtar do të bien pre dhe do të ketë një rebelim në tokë. Dhe Perëndia do të na vërtetojë edhe diçka të fundit sërish. Ne duhet të ripërtërihemi, ne duhet të kemi një zemër të re, ne duhet të lindim sërish dhe ne duhet të jemi një krijesë e re. Nëse nuk do të jeni kështu, do të jeni një viktim. Unë dua t'ju pyes për diçka. Si duhet të jetojmë tani në dritën e 1000 vjeçarit? E po, unë mendoj se ajo që duhet bëjmë tani është e qartë, të jetojmë për Zotin, ne duhet ta studiojmë këtë dhe të kuptojmë se nëse Perëndia kishte një botë përsosur, ajo duhet duket si 1000 vjeçari. Si do doja që të isha nëse do të jetoja në atë botë? Unë dua që të kem gëzim dhe lumturi, dua të jem një njeri i drejtësisë. Unë dua të jem i shenjtë, në libër kam shkruar shumë gjëra për shenjtërinë dhe për t'i dhënë lavdi Perëndisë. Në të vërtetë është një mënyrë tjetër për ta parë jetën e krishterë në plotësinë e saj përfundimtare. Dhe kjo më bën t'i vendos një qëllim vetes për ta parë dhe për të kuptuar që Perëndia ka një plan për këtë botë, që është përtej çdo gjëje që mund të përfytyroj unë. Dhe sa do keq që mund të duken gjërat tani, Perëndia do të sjellë diçka shumë më të mirë. Ne do t'i harrojmë të gjitha këto sa hapem mbyll syt kur të shohim se çfarë ka ai. Ju përmendni edhe Izraelin dhe që populli hebre po përgatitet tashmë për epokën e artë. Na trego pak për ndërtimin e tempullit. E dini, në Bibël kemi 5 tempuj. E dini këtë? Tempulli i fundit që u ndërtua është tempulli i Ezekielit.
Dhe për të kuptuar këtë, duhet kuptojmë se kur të rikthehet Jezusi, këmbët e tij do të prekin malin e ullinjve dhe Biblia na përshkruan disa nga tiparet topografike që do të ndodhin atë kohë. Lugina do të ndahet nga veriu në jug, uji do të rrjedh nëpër lugin. Në fakt një nga gjërat që është më interesante është se kur të mbaroj, njëri i fundit saj do të arrijë detin e vdekur dhe do ta kthejë detin e vdekur në ujë të ëmbël. Wow. Në fakt kemi një pasazh në 10 vjetër që na flet për njerëzit që qëndrojnë përreth detit të vdekur pasi ai preket nga ky lum dhe po peshkojnë. Në këtë kohë nuk ka peshk në detin e vdekur, e dinit këtë gjë. Në të njëjtën kohë, dëgjoni pa këtë. Biblia na thot se qyteti i Jeruzalemit do të ngrihet lart. Do të ngrihet lart. Do të ngrihet deri në atë pikë sa do të jetë qyteti më i lartë në botë. Dhe më pas në shkrim na thuhet se do të shkojmë të shohim mbretin. Kjo do të ndodhë vërtet, ne do të ngjitemi lart sepse ai do të jetë në tempull, në pikën më të lartë. Dhe Biblia në fakt na jep edhe dimensionet e ndërtesës aty sa i lartë do të jetë. Tempulli i pestë është më i larti nga të pestë. Është një tempull i stërmadh. Dhe populli hebre do të adhurojë aty, jo si hebrejnë të dhjatës së vjetër, por si besimtar në Mesian. Ju shkruani shumë bukur në libër për paqen dhe po mendoj për njerëzit që janë këtu, por edhe për shikuesit. Për ata ky mendim duket i largët. Si na sjell shpresë ne premtimi për mijëvjeçarin? Kemi disa lloje paqesh, kemi paqe me Perëndin. Këtë marrim kur ne shpëtohemi, sepse Biblia na thot se përpara se të bëhemi të krishterë, ne jemi armiq me Perëndin. Kur ne e pranojmë Jezus Krishtin, ne njohim paqen me Perëndin. Dhe pastaj kemi paqen e Perëndis. Këtë e marrim kur jemi të krishterë dhe po ecim me Zotin, mund të jeni duke kaluar kohë të vështira, por Perëndia ju jep një ndjesi paqeje që gjithçka do të shkojë mirë, që do të keni mirëqenie në jetë. Gjatë vitit të shkuar kam përjetuar pak nga kjo. Prandaj, kur ne do të jemi në mijëvjeçar, nuk do të ketë ndonjë dallim mes këtyre, sepse paqja do të jetë atmosfera ku do të jetojmë. Do të jetë çdo ditë i jetës sonë, çdo ditë në qeverinë tonë, çdo ditë në gjërat që ndodhin përreth nesh, çdo ditë në bisedat tona, do të ketë paqe gjithandej. Jo vetëm paqe siç e njohim ne sot. Ju e keni kaluar gjithë jetën tuaj duke na mësuar. Ju e keni kaluar gjithë jetën duke na inkurajuar, duke studiuar fjalën e Perëndis, duke shkruar libra fantastik. Kur e përfundove së shkruari këtë libër, çfarë ju inkurajoi në veçanti? Unë isha shumë, e dini, plani i Perëndis është shumë herë më i mirë se çdo gjë që ka kushdo, që ka çdo politikan, që ka çdo pastor. Plani i Perëndis është aq i pasur, i pastër dhe i mirë. Dhe unë dua që të jem pjesë e këtij plani në çdo mënyrë që mundem ndërsa ec drejt këtij qëllimi në jetën time tani. Unë dua të jem nga ata njerëz që Perëndia mund t'i bekojë sepse po e jeton jetën duke nderuar atë. Unë dua të jetoj me drejtësi dhe perëndishmëri. Kur të shkoj në mijëvjeçar, nuk dua që të më duhen 2 vjet për të përshtatur me drejtësinë e mijëvjeçarit. Unë dua që të mund të ec drejt aty, por padyshim që më duhet të bëj disa rregullime si çdo njeri tjetër. Por e dini, ndonjëherë shpëtohesh dhe në përgjithësi ne shpëtohemi, por pastaj jetojmë jetën tonë të krishterë në një plan kaq të ulët, sa është e vështirë të përcaktohet nëse jemi të krishterë apo jo. Unë dua që të jem një i krishterë që nderon Perëndin, që jeton jetën e tij në atë mënyrë sa deri në fund dua që t'i jap lavdi emrit të tij. Amen. Amen. Po mendoj për këdo që sapo ka filluar të na shohë në këtë program dhe nuk kanë dëgjuar gjithçka për të cilën folëm dhe nuk e njohin vërtet Jezusin. A ka shpresë për ta? E dini, nëse po e ndiqni këtë program dhe nuk e njihni Jezus Krishtin, atëherë po humbisni çdo gjë që është e mirë që Perëndia do që të dini. Ai nuk do që ju ta jetoni jetën me dekurajim dhe depresion dhe duke vrarë mendjen se çdo të ndodh nesër. Ai do që t'ju njoh. Ai ju do. Ai do të jetë me ju dhe ai do që ju të jeni me të. Por duhet shkoni në pikën kur t'jeni të gatshëm të përballeni me pengesën e mëkatit. Biblia thot sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis dhe që paga e mëkatit është vdekja. Pra nëse nuk përballeni me këtë, nuk mund ta njihni Perëndin. Vet Jezus Krishti tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Nëse nuk vini te Jezusi, nuk mund ta njihni Perëndin. Ju mund thoni apo unë i lutem Perëndis, apo mund t'jeni duke ju lutur kujtdo, por nuk mund ta njihni Perëndin larg nga Jezus Krishti. Prandaj ajo që duhet bëni, nëse nuk e keni bërë ndonjëherë më parë, është të luteni, t'i thoni Jezusit që ju vjen keq për mëkatet tuaja dhe t'i kërkoni që të vijë dhe të pastrojë zemrën tuaj dhe t'ju jap dhuratën e jetës së përjetshme, të cilën ai ja premton kujtdo që e kërkon. Dhe nëse e bëni këtë lutje dhe i kërkoni atij që ta bëjë këtë, ai do të vijë dhe ai do ta vendos fronin e tij në zemrën tuaj dhe do të bëhet mbreti i Jezus në jetën tuaj.
dhe do të jetë shumë emocionuese ta shihni që ta çojë jetën tuaj në vende që as nuk mund ta keni imagjinuar se do të mund të shkonit. Kjo është lutja ime për ju. Kjo është dëshira ime për ju. Madje edhe këtu te ky publik i vogël mund të jetë dikush që nuk e ka bërë kurrë këtë. Prandaj dua që të lutem dhe t'ju ndihmoj ta bëni këtë përpara se t'ja kaloj fjalën Shilës. Nëse është dikush që po më dëgjon apo që po më sheh në televizor, apo dikush në këtë publik i cili nuk të ka besuar kurrë ty si shpëtimtar, ndihmoje ta bëj këtë sonte. Ndihmoje që ta bëj këtë sot. Ti ke thënë, sot është dita e shpëtimit. Dhe kushdo që do të vijë, ti do ta pranosh dhe ti do që askush të mos humbas. Zoti Jezus, ndihmo çdo që është në këtë situatë që ta bëj këtë lutje në zemrën e tij, Perëndi i dashur. E di që kam mëkatuar. E di që nuk mund ta shpëtoj dot veten. Kam nevojë për Jezusin në jetën time që të jetë shpëtimtari im. Prandaj rrëfej mëkatet e mia dhe kërkoj faljen tënde. Unë ftoj Jezus Krishtin në jetën time dhe që të jetë shpëtimtari im. Unë të pranoj ty sot, Zot Jezus. Të lutem eja në zemrën time dhe më ndrysho nga brenda jashtë. Dhe ai do të vi. Dhe Biblia na thot se kur bëhemi të krishterë, gjërat e vjetra shkojnë dhe të gjitha gjërat bëhen të reja. Dhe duhet ta vëzhgoni këtë transformim sepse do të ndodh. Dhe unë lutem për ju që Perëndia të forcojë besimin tuaj, të sjellë pranë jush njerëz që e dini se do t'ju ndihmojnë të rriteni dhe të forcoheni, dhe që do të jeni gati për të bërë kalimin te 1000 vjeçari kur Jezusi të rikthehet, sepse ju e keni pranuar në zemrën tuaj dhe në jetën tuaj. Në emrin e Jezusit, amen. Amen. Dhe doktor Jeremia, çfarë mund të themi? Vetëm t'ju falenderojmë që jeni një shërbëtor kaq i mirë dhe besnik. Faleminderit. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me doktor David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.